Përshëndetje të nderuar shikues, po takom në edicionin informativ të orës 15. Këtë të enjte ka vdekur Yahya Mustafa, babai i Salim Mustafës. Ai ishte në gjendje të rëndë shëndetësore dhe për këtë arsye Salim Mustafa kishte kërkuar ta vizitonte. Mirëpo raportohet se gjykata speciale ia kishte refuzuar kërkesën. E për këtë me indinjat u shpreh organizata veteranëve të luftës, ku sipas tyre është një vendim jo human. Mohimi i së drejtës për t'i qëndruar pranë prindit në momentin e fundit të jetës dhe për t'i dhënë lamtumirën e fundit është një akt që tejkalon çdo kufi të drejtësisë dhe e zhvesh procesin nga çdo ndjenjë njerëzore, thuhet në reagimin e tyre. Salim Mustafa po gjykohet në Hagë në akuzat për kryerje të krimeve të luftës. Lidhur me vdekjen e babait të Salim Mustafës, Calit ka reaguar Vlora Qitaku nga Partia Demokratike e Kosovës, duke kritikuar gjykatën speciale pasi, siç është raportuar kjo fundit, nuk ja ka lejuar Calit që të vizitojë baban e tij sa ishte në gjendje të rëndë shëndetësore. Qitaku ka thënë se kjo nuk është drejtësi dhe ka cilësuar specialen si gjykatë e turpshme. Baba i Calit ndroi jetë pa pasur mundësin që për herë të fundit ja shtrëngoj dorën të birit, pa pasur mundësin ta përqafoj, të çmalle, qofte edhe për pak qase, para se të largojë nga kjo botë. Calit i u mohua takimi fundit me të atin, kjo nuk është drejtësi, kjo nuk është njerëzi, gjykatë e turpshme, shkroi Qitaku. Vjoj me çështje të tjera, të mërkurën qeveria në detyrë ka ndarë nga 100 euro për pensionistët dhe fëmijët. Për këtë ka pasur kritika nga njohësit e ekonomisë dhe opozita. Fillimisht ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, tha se ky veprim është keq përdorimi i buxhetit të shtetit nga qeveria në detyrë. Ish ministri e financave LDK-s, Hikmete Bajrami, tha se shpërndarja e buxhetit të shtetit në kohë fushate është skem e korrupsionit publik. Ndërsa Arben Mustafa i PDK-s theksoi se qeveria po bën përpjekje për të mbuluar dështimin 4 vjeçar. Lidhur me këtë reagim, pati edhe nga përfaqësues të tjerë të partive politike që e quajtën tendencë për blerje votash. Por vetë Kurti u arsyetua shkurtimisht për 100 euro të ndara, duke thënë se kjo është traditë e përveçme e qeverisë së tij. Ndjekim përgjigjen e tij. A kanë qenë ato shtesa dhe vitin e kaluar? A kanë qenë edhe para vitit kaluar? Çdo herë para vitit të ri, kur kemi dimër e kemi festa, ne i gëzojmë më të moshuarit edhe fëmijët. Nuk ka asgjë të re në këtë aspekt. E re është qeverisja jonë, e cila do të vazhdojë edhe mandatin e tretë. E për një çështje tjetër ka reaguar Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, i cili ka cilësuar si abuzim të rënd ekonomik ndaj qytetarëve të Kosovës faturat e energjisë elektrike për muajin dhjetor, ndërsa kanë kërkuar nga Prokuroria Speciale që të hetojë punën e zyrës së rregullatorit të energjisë. KMDL1 ka thënë se ka pranuar një numër të madh ankesash nga qytetarët, të cilët raportojnë se faturat e dhjetorit janë mbi 70% më të larta krahasuar me muajin paraprak. Në reagim thuhet se një rritje e tillë është e pabesueshme, e pakuptueshme dhe pa justifikueshme, sidomos duke marrë parasysh se temperaturat mes dy muajve nuk kanë pasur dallime të ndjeshme, çka përjashton rritjen e konsumit si arsye. Organizata ka akuzuar zërrejën se që nga themelimi i saj ka vepruar vazhdimisht në dëm të qytetarëve dhe paguesve të rregullt të energjisë elektrike, duke fryrë faturat në kundërshtim me ligjin. Sipas KMDL1-s, këtë e dëshmon edhe një vendim gjyqësor që ka konstatuar diskriminim të qytetarëve në baza etnike dhe politike, pa pasur kompenzim për dëmet e shkaktuara. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka njoftuar se qumshti Aptamil është i sigurt për përdorim. Në një komunikat për media bëhet e ditur se pas njoftimit të publikuar
më herët për ndalimin e produktit Aptamil AR1 janë kryer ritestime shtesë dhe është konfirmuar se analizat kanë rezultuar në përputhje me standardet e sigurisë ushqimore. Produkti Aptamil AR1 është vlerësuar i sigurt për konsum dhe lejohet sërish të shitet në treg. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë thekson se ndalimi i përkohshëm i këtij produkti ishte mazë parandaluese e ndërmarrë për mbrojtjen e shëndetit publik, thuhet në njoftim. Një lloj i caktuar i qumshtit përfoshnje Aptamil AR1 që tërhequr nga tregu pas një njoftimi nga autoritetet e Bashkimit Evropian për prani të një bakterie. Ndrojmë temë, Lisa Serbe është gjobitur sërish me 30.000 euro nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Ky subjekt politik u gjobit për shkak të shkeljes së kodit të etikës dhe mirësjelljes. Ankesa parashtruar nga Kosovski Savez thot se aktivistët e Lisës Serbe kanë vendosur material promovues zgjedhor në disa vende në komunën e Leposavicit. Lisa Serbe është gjobitur edhe një herë tjetër për të njëjtën arsye me 22.000 euro. Sot besimtarët e Krishterë shënojnë një prej ditëve më të rëndësishme atë Krishtlindjes. Papa Leo i ka kërkuar Ukrainës dhe Rusisë të gjejnë guximin për të zhvilluar besime të drejtë për drejta, për të dhënë fund luftës gjatë fjalimit të tij të parë të Krishtlindjeve para turmave në sheshin e Shëmpjetrit. Ai bëri thirrje për të dhënë fund konflikteve në të gjithë botën gjatë fjalimit të tij Urbi et Orbi, i cili tradicionalisht mbahet nga Papa në ditën e Krishtlindjeve para besimtarëve të mbledhur në qytetin e Vatikanit, ka raportuar BBC. Duke folur për Ukrainën, Papa tha: "Uroj që zhurma e armëve të ndalet dhe palët e përfshira me mbështetjen dhe angazhimin e bashkësisë ndërkombëtare të gjejnë guximin për t'u angazhuar në një dialog të sinqert, të drejtë për drejtë dhe respektues." Lutja e tij vjen ndërsa negociatat e udhëhequra nga SHBAT për një marrëveshje për t'i dhënë fund luftimeve vazhdojnë. Mesh u mbajt edhe në Prishtinë, i peshqvi i Kosovës Imzot Dodë Gjirgji gjatë saj përveç thirrjeve për paqe dhe harmoni, ka drejtuar edhe një porosi të veçantë për politikanët dhe qytetarët e Kosovës në prag të zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Enjtja e 25 dhjetorit shënon një nga ngjarjet qendrore të besimit krishter. Në katedralen e Prishtinës në mëngjes u mbajt mesha e Krishtlindjeve, e cila solli mesazhe shpirtërore dhe të drejtë për drejta për qytetarët. Të shumt ishin ata që u mbledhën për të kremtuar lindjen e Krishtit, një atmosferë lutjeje dhe reflektimi. Në fjalën e tij, Imzot Dodë Gjirgji ngriti shqetësim për gjendjen globale, duke theksuar mungesën e dashurisë. Do të thotë, po përballet me frikën e shkatërrimit. Pasi kam bërë një pak dashuri, po flet me gjumën e urrejtës, ku arsyeton në forcën e armëve. Në prag të zgjedhjeve të 28 dhjetorit, i peshqve pati një porosi të veçantë edhe për politikanët. E ndjej të nevojshme t'juftoj që në zgjedhjet e pas Krishtlindjes të jemi të përgjeshëm për të marrëm vendimin sipas ndërgjegjës e për të restauruar gjendjen në të cilën kemi jetuar vitin që kalon pas. Mesazhe shpresë erdhën edhe nga të rinjt pjesëmarrës në Mesh, të cilët u bën thirrje udhëheqësve që populli të drejtohet me besnikëri. Duke kremtuar lindjen e Krishtit, të udhëheqin popullin të drejtuar me besnikëri, përbërthri dhe dashuri. Në meshën e Krishtlindjeve, i peshqvi i Kosovës theksoi se vetëm përmes përgjegjësisë së përbashkët dhe angazhimit qytetar mund të ndërtohet një shoqëri më e drejtë dhe një e ardhme më e qëndrueshme për vendin. Ndoqët lajmit orës 15, miropafshim në edicionin e radhës.